Vlera e namazit të natës. Ata kanë fjetur pak natën, duke ju lutur Allahut, po dhe në agim kërkonin falje. Surja Dariyat 17-18. Ky është përshkrimi i bamirsave nga ana e Allahut. Transmetohet nga Muajahidi dhe Katadeja. Allahu qoftë i kënaqur me ta, se kanë thënë: ata ishin të cilët nuk flenin natën, bënin ibadet deri në mëngjes. Transmetohet nga Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: nuk ndodhte asnjëherë atyre tu kalonte nata deri në mëngjes, e që mos ta merrnin një pjesë të natës për të bërë ibadet, namaz. Duke i përshkruar robërit e tij të sinqert, Allahu thotë në Kur'an: dhe ata që e kalojnë natën duke i bërë sejdë Zotit të tyre dhe duke ndenjur në këmbë. Furkan 64. Pjesët e trupit të tyre ngriten nga shtrati për t'u falur, i luten Zotit të tyre, duke druajtur dhe shpresuar, dhe japin lëmosh nga ajo që u kemi dhënë ne. Surja Sejdë 16. Allahu pasi përmendi këtë adhurim madhështor, pastaj përmend edhe shpërblimin e këtij adhurimi nga Allahu. Askush nuk di se çfarë gëzime të fshehta janë për ta, shpërblimi për atë që kanë punuar. Surja Sejdë 17. Pasi këta robër të Allahut i fshehën veprat e tyre dhe e shfrytëzuan natën si mbulesë e veprave të tyre, atëherë edhe Allahu u afshehu shpërblimin për t'u bërë befasi në ditën kur të takojnë Zotin e tyre. Muhamedi a.s. thot: namazi më i preferuar, më i mirë, pas namazit të caktuar, farz, është namazi i natës. Transmetohet nga Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: ishte pejgamberi a.s. ai i cili, kur e falte namazin e Yacis, i falte edhe 11 rekate deri në mëngjes. I jepte selam pasi falte 2 rekate dhe në fund e falte vitrin 1 rekat. Transmetohet nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: shejtani ja ka lidh 3 nyje secilit nga ju në kokë, në momentin kur vjen koha e gjumit. Tek secila nyje shejtani thot: bëje një gjumë të thellë, sepse para vetes tënde ke një natë të gjatë. Nëse zgjohet ndonjëri nga ju dhe e përmend Allahun, në atë moment njëra nga nyjet zgjidhet. Nëse merr abdes, i zgjidhet nyja e dytë, dhe nëse pas abdesit fal namaz, i zgjidhet edhe nyja e fundit e shejtanit, e treta. Nëse vepron kështu, ky njeri do të zgjohet i lumtur dhe do të jetë i disponuar. E nëse zgjohet dhe nuk i vepron, atëherë do të zgjohet i dëshpëruar dhe dembel. Thuhet për Abdullah ibn Mesudin, Allahu qoftë i kënaqur me të, se kur vinte koha e gjumit, mbrëmja, dhe njerëzit binin në gjumë, ai çohej dhe duke fal namaz tër natën deri në mëngjes, dëgjohej prej tij një zë, sikurse zhurma e bletës. I është thënë Hasanit, Allahu qoftë i kënaqur me të: si është puna me njerëzit që kalojnë natën në namaz, duken sikur të jenë ata njerëzit me fytyra më të bukura. Hasan el Basriu i tha: ata duken kështu sepse ata u vetmuan me mëshiruesin Allahun dhe ai u dha dritë nga drita e tij. Gjithashtu Hasani ka thënë: me të vërtet, njeriu mund të privohet nga namazi i natës si shkak i mëkatit të vepruar. Dikush e pyeti njërin nga njerëzit e mirë: nuk mundem të fali namaz natë, më tregoj ilaçin. Njeriu i mirë ju përgjigj: kujdes, mos bën mëkate ndaj Allahut ditën, e Allahu të zgjon natën. Transmetohet se Sufjan e Theuriu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: janë privuar 5 muaj rreshtazi nga falja e namazit të natës, si shkak i një mëkati që kanë vepruar. Abdullah ibn Mubareku, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: dhe kur nata erësohet, të gjithë pothuajse flejnë e pushojnë, përveç një grupi të veçantë, të cilët kalojnë natën e ibadet, namaz natë, deri në orët e para të mëngjesit. Edhe ata kishin nevojë për pushim natën, mirë po frika dhe dashuria ndaj Allahut atyre nuk u humbi gjumin dhe kaluan natën të vetmuar para Allahut. Kurse të tjerët, të cilët e ndjen veten të sigurt nga dënimi dhe zjarri i xhehenemit, kaluan gjitha netët në gjumin e rëndë dhe të thellë deri në orët e para të mëngjesit. Ebu Suleiman ed-Darani, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: ata të cilët kalojnë natën në adhurim, kënaqen më shumë se sa njerëzit të cilët kënaqen me dëfrimet e tyre. Po të mos ishte nata
nuk do doja të jetoja në këtë dynja. Ibn Munkediri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: nuk ka mbetur asgjë nga kënaqësitë e kësaj dynjaje, përveç 3 gjërave: namazi i natës, takimi me vëllezërit dhe namazi kolektiv me xhamat.